do t'ju them një element. Patjetër që Serbia nuk ka hequr dorë nga Kosova, por unë po mendoj që në titujt ekzekutiv të cilët i cili është rinovuar tani dhe për një vit tjetër, keni parasysh që janë pasoja e të gjithë marrëveshjeve që janë bërë në Ballkan. Dhe është ajo e Prespës, ajo e Orit, e të tjera, e të tjera. Dhe këta individ janë akoma të gjallë, dhe këta individ janë akoma protagonistë. Dhe po mendoj që vendimi ka qenë i dur, më shumë në mendimin tim është që këta individ nuk është se kërcënojnë direkt, po indirekt ta kërcënojnë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sepse çdo konflikt që hapet dhe që është i pa administruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i krijon problematika. E para problematikën e imazhit që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe dyta problemin shumë të madh që në një pjesë nga këto vende, dhe këtu kam në kokë Maqedoninë e Veriut, këtu kam në kokë Kosovën, këtu kam në kokë Shqipërinë, këtu kam në kokë Bosnjë-Hercegovinën, e cila është një vend i cili vazhdimisht përballet me probleme dhe ju e dini që e vetmja deklaratë që është bërë deri tani e ashpër nga Departamenti i Shtetit ka qenë i zotit Rubio ndaj Bosnjës. Në këtë rast, kështu e kam lexuar shtimin edhe të një vit të vlerës të urdhrit ekzekutiv, nëpërmjet një urdhri ekzekutiv të ri. Akoma në Ballkan duket që ka probleme, dhe sidomos problemi parë është Bosnja dhe problemi dytë është i Kosovës. E para sepse kemi pasur një referim edhe nga zoti Maqedonci që thoshte për përfshirjen shumë të madhe të armatës serbe afër kufirit të Kosovës, në qoftë se ajo vlerë është e vërtet 80% e tyre, kjo është vërtet alarmuese. Ashtu si në Bosnjë, përpjekjet e tyre për separatizëm të Republikës Srpska janë gjithmonë të dukshme dhe ju e dini që shefi CIA-s para një viti kur erdhi në rajon, duket që vendosi pikat mbi i për disa nga këto çështje. Prandaj urdhri ekzekutiv unë mendoj që të paktën i ka shërbyer status quo së momentit Ballkanit. Ju e dini për shembull që Shqipëria ka probleme ende me personazhet non grata që janë, të cilët arrin dhe lobojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje me përfaqësues të vetë ekipit të zotit Trump. Ashtu si nga ana tjetër kemi në Bosnjë-Hercegovinë që individ të Republikës Srpska e kanë pritur fitoren e Trumpit sikur të ishte një fitore e tyre personale, për mos thënë pastaj në Serbi nga zëllimin shumë të madh me ardhjen e zotit Trump dhe të gjitha. Nuk dua, zoti Andoni, nuk dua ta ushqej edhe më shumë këtë debat, por edhe nëse mundem vetëm edhe një pyetje, me qenë se pas sulmit të Izraelit ndaj Iranit dhe shkëmbimit 12-13 ditor, praktikisht një lufte mes tyre, ne kemi parë presidentin e Serbisë i cili duke reaguar për këto ngjarje ka thënë që gjërat po ndryshojnë në botë dhe se Serbia do të fitojë. Natyrisht ai nuk ka qenë krejtësisht eksplicit, ndonë se këtu nuk është se fort ka ndonjë gjë implicite thënë drejtën, por gjithsesi, duke parë to rrethana ndërkombëtare, duke parë një Trump absolutisht jo konvencional në politikën e jashtme amerikane, sepse kjo nuk është se është parë për një kohë të gjatë në politikën amerikane, ku vlerësohet fuqia tjetrit, ka respekt edhe për Putinin, ka respekt për Xi Jinpingin, ka respekt për Modin, ka respekt për madje edhe për liderin e Koreas së Veriut. Tani, nëse shohim në këtë kontekst, leximi që mund t'i bëhet nga Ballkani Perëndimor dhe nga autokratët e kësaj zone, sidomos po flasim për Aleksandar Vučić, a nuk krijon një momentum të ri politik, të mendimit politik, që mund të përkthehet në veprim ushtarak si një lloj testimi? Keni shumë të drejtë, ky është nga shqetësimet më të mëdha sot për momentin, dhe mua vjen keq klasat politike, nuk them dot elita politike në Tiranë dhe në Prishtinë, sepse me çfarë shikoj mungon elitat politike, sepse po të kishin s'do kishte kriza dhe Tirana dhe Prishtina. Duket që rreziku i Serbisë është gjithmonë më i hapur. E para që përdorimi i forcës tashmë bëhet dukshëm dhe duke u bërë dukshëm tregon normalisht që Serbia nuk heq dorë nga Kosova dhe jo më kot Vučić shpreson akoma
për një strukturë të re të arkitekturës Europës. Po sot ka marrë një lajm të keq dhe sot për shembull ka qenë një ditë e madhe, megjithëse për mua është një lloj inercie e gjendjes, që sot në deklaratën e Hagës është theksuar në mënyrë eksplicite neni 5 dhe Kosova vërtet nuk është antare e NATO-s, por Kosova asistohet nga NATO. Dhe në qoftë se preket Kosova, futet direkt edhe Shqipëria në angazhimet e saj për Kosovën. Dhe normalisht, jo vetëm që NATO ka detyrimin për Kosovën, po dhe Shqipëria si vend i NATO-s normalisht obligohet. Prandaj po them që kjo thënie e zotit Vučić në këto orë është sfumuar jashtëzakonisht, por rreziku që na pret nga ai është i madh. E para sepse Serbia nuk respekton asnjë nga marrëveshjet e saj. Po e dyta nga mendja që kanë për të ndërhyrë në Kosovë me çdo lloj mjeti. Dhe Bajskon mendoj që ka qenë kurorëzimi një përgatitje jo të vogël, uroj që përgatitja e ardhshme që do bëjnë mos na gjejë të papërgatitur. Por gjithsesi ne nuk është se tani kur flasim nuk jemi në një momentum fort të mirë politik, duke qenë që edhe sot ka dështuar përpjekja 35 apo e 7, sepse tashmë kemi humbur edhe sensin e numrave, thënë drejtën zoti Andoni, duke mos u konstituar kuvendi. Në anën tjetër edhe në Serbi nuk ka fort stabilitet politik, me qenë se këtë shtunë do të ketë një protestë të paralajmëruar të madhe dhe ka nuk është edhe fort e rastësi, me qenë se është pikërisht në ditën e Vidovdanit, pra një fest mitike, si që dim, ju jeni edhe historian dhe e kuptoni se çfarë rëndësie ka kjo për popullin kombin serb. Por, në anën tjetër, a mund përdoret kjo sidomos nga pushteti Vučićit, regjimi i tij, duke qenë që është në ndrysnin e vazhdueshme të protestave të studentëve për një kohë të gjatë, që të inskenoj diçka në këtë vorbull, në këtë ambient ndërkombëtar që është jo i favorshëm për qartësi politike, se këtu vetëm qartësi politike s'ka. Po ashtu, duke pas një farë lloj gjysmë vakumi për shkak që nuk ka ambasador të rinj të caktuar as në Prishtinë, por edhe në disa vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Shikoni, ka një problem shumë të madh me këtë që thoni ju. Dhe më vjen mirë që ndiqni me tërmend disa sense logjike. E para, në kremtimin e Vidovdanit, që ka themel historik, unë besoj që do vinë edhe pelegrin serb në Kosovë. Ata duan të mbajnë një vetdije të historisë së tyre, por se zoti Vučić nuk mund të shkojë më tepër sepse nuk mund të hapi tashmë dy fronte. Fronti më i madh i tij është fronti i brendshëm. Ju me të drejtë thoni që për ta shmangur atë, ai mund të hapi një front jashtë. Besoj që e ka vështirë.